të jesh dhe të pretendosh dhe të folësh për Isajn apo Jezusin duke gjuar bomba. Nuk është misioni, nuk ka qenë misioni, ai ka qenë njeri që do thotë në natyrën e tij nuk ka pasur të hajta që kështu as ndonjë brisk. Por në konceptin e tillë të krishterët do thotë ato ndarja sektë për brenda kishës të krishterëve perëndimor apo të kishës katolike, të krishterimit perëndimor romak, kemi ndarjen për brenda të atyre segmenteve qoftë ungjillore, evangele apo edhe katolike. Dhe kjo, sepse në këtë korpus të krishterimit hyn edhe ortodoksia. Po është e mbare ndarja, kuptohet kisha ulindore dhe perëndimore. Dhe kjo ka, mund të them, efekt që tregon se ku gjendet bota dhe civilizimi perëndimor në përgjithësi. Dhe kemi një rezistencë jashtëzakonisht të madhe, me të cilën besoj që kemi deklarate edhe të J.D. Vance'it, pastaj në një point meeting në Universitet Amerikan, ku gjykon Papën dhe në një farë mënyrë deklaratat ka qenë shumë se një senatori republikan, që është që decisivisht tregon që ai Papa është mirë që ta ruaj kopjen e vet dhe të fut hund në politikë. Dhe kjo mendoj që ka arritur dhe flet për më tepër për dështime dhe një lloj thyerje në harkun perëndimor, qoftë edhe civilizimit të tyre, dhe kjo mendoj që është ajo që mund të trazoj më të madhe zhvillimet që do na presin në të ardhmen. Mendoj që amerikanët, çdo herë bëjnë dallimin mes Amerikës dhe një presidenti të sotshëm çfarë ka Amerika, i cili ka futur, mendoj që me arrogancën, sepse momentalisht në botë kemi dy arroganca, ata që njëra shumë në heshtje ekonomike e Kinës dhe arrogancën ushtarake. Këto dy narrativa paraqesin edhe pse kinezët në takimin me Pedro Sanchezin, kryeministin spanjoll, Xi Jinping jap një citat interesant dhe kërkon që duhet të kthehet randi ndërkombëtar, jo të ekzistojë ligji i xhungullës dhe multipolariteti është shtylla me cilën ka proklamuar dhe jap komplimente edhe kryeministit spanjoll, i cili vjen nga një vend evropian, një vend katolik, dhe kjo tregon shumë që amerikanët apo mund të them ajo vija ungjillore, meqense vetë zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë ka përmendur disa herë. Amerika është shtet i themeluar mbi bazat e judo-kristianizmit. Dhe kjo mendoj që do sjell probleme. Religioni duhet të jetë ai që sharon anën morale, aspektin e dashurisë edhe ndaj Zotit, po edhe ndaj njerëzimit, dhe mendoj që në këtë drejtim ata lider që putin hundët te teologjia ose manipulojnë me religionin ose kanë për hesapet e tyre. Mirë, zoti Bilali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Nëse edhe nga ana ime. Faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë ku ndalim tek linja e mesme, pas pak do të shihemi sërish në pjesën e dytë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek ajo çka po ndodh tashmë në linjën e mesme edhe për luftën në tashmë që po bëhet për Hormuzin, ashtu si e thamë, i cili nuk është më tashmë një skenar teorik, por një realitet që po trondit të gjitha tregjet globale, sigurinë ndërkombëtare, por më tej edhe balancat e fuqisë, deklaratat e forta të cilat vinë nga presidenti i SBA-s Donald Trump përballë edhe kundër përgjegjësisë së Iranit, tashmë po krijojnë disi një klim tensioni që ndoshta mund të shpërthejë edhe në çdo moment, pra dhe lufta mund të zgjatet. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë zotin Arden Elezi. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, nderuar, kënaqësi për ftesën. Atëherë, zoti Elezi, për ta nisur me atë çka po ndodh në linjën e mesme, ne kemi diskutuar edhe herë të tjera për këtë konflikt. Mendoni se tashmë për luftën që po bëhet për ngushticën e Hormuzit, po përdoret e gjithë kjo krizë si një instrument për të manipuluar çmimet globale të naftës dhe kush po fiton realisht në gjithë këtë krizë?
Është e vështirë për i vërtetë se nderuar për të dhënë një përgjigje të saktë në lidhje me këtë, po gjithçka është mund të thuhet që për sa i përket atyre aktorëve të cilët përfitojnë nga kjo krizë, janë aktorë shtetëror, jo shtetëror, por sikundër edhe vendet e tjera, shtetet të cilët nuk janë të përfshira indirekt. Parë këtë ndryshimin e interesave të cilët kompanitë apo bizneset të cilët kanë në aktivitetin e tyre pikërisht eksport-importin e këtyre lloj naftës, gazet, po edhe në produkte lidhur me të, mund ta përdorin këtë krizë edhe për si një mjet manipulimi për çmimet e bursës. Kemi parasysh që në instrumentat e kapitalit njihen këto kontratat forward dhe jo e future, të cilët çfarë kanë paracaktuar dhe fiksuar çmimin e çdo lloj malli apo produkti që levrohet dhe nisur nga fluktuacionet e çmimeve të cilët mund ndodhin në të ardhmen dhe raste konkrete e ndikimit të krizës naftës, mund ta shfrytëzojnë për përfitimin e tyre dhe mund shihet edhe si kjo si një moment të manipulimi për tyre. Sikundër edhe aktorë të tjerë, të cilët edhe shtetet, ku rasti kur parë në investimin edhe e Iranit, krizën e luftës, mund ta përkthej edhe si një krizë globale të naftës për vetë faktin e aftësisë që ka në kontrollin e kanalit të Hormuzit, përmes cilës kalojnë gjithë këto furnizimet e naftës, gazet dhe derivative lidhur me të dhe kuptohet kjo kriza ushtarake politike përkthehet edhe në rritje çmimesh në krizën e kapitalit. Nga ana tjetër mund të themi që është një përfitues këtë drejtim. Parë në këndvështrimin e shtetet të tjera të cilët janë edhe ato të këtyre mallave mund të përfitojnë nga konjunktura e këtij tregu. Kemi parasysh të Rusin, po edhe vendet e tjera të cilët në kurse një krize ato përfitojnë duke rritur çmimet e tyre të naftës në tregjet e tjera dhe e bëjnë më të rëndësishëm në rolin e tyre në këtë treg. Dhe në analizën totale mendoj që ka shumë palë të cilët mund të përfitojnë dhe mund ta përdorin edhe si instrument për manipulimi, por besoj që shqetësimi ma tepër është gjetë, nuk është thjesht vetëm një të manipulimi se sa një moment i cili duhet dhënë një zgjidhje konfliktit, sepse në kurset e konflikteve dhe krizave gjithmonë efektet e tyre ndihen dhe dikush mund të shihet si manipulator i këtyre çmimeve për të përfituar nga konjunktura e krizës, dikush si viktimë. Parë në analizën e interesave të gjithë secilit palë, secila mund ta shohë veten në një nga to po themi ndarje, po ato që mund të përfitojnë janë përfshira direkt po indirekt përfitojnë nga kushtet e krizës naftës dhe rritja e çmimeve të tyre të cilët aplikojnë këto tregje, sikundër edhe këto bizneset e ndryshme të cilët mundohen ta shfrytëzojnë këtë moment për përfitimin e tyre duke rritur çmimet e naftës apo duke paracaktuar kontrata të apo industritë, kompanitë e përfshirë në industrinë e luftës. Kemi parasysh fati cilës lidhet pikërisht edhe me subvencionimet që bën shtetet të përfshira i bëjnë këtyre kompanive dhe ato kanë interes sa më tepër të zgjatet kjo luftë në mënyrë që të rriten fitimet e tyre. Mirë, Zoelezi, nga ana tjetër, si mund të përfshihen aktorët jo shtetëror si Hezbollahu dhe çfarë rreziku parashit kjo për një luftë më të gjerë në të ardhmen? Ndëruar, ato janë të përfshirë për hir vërtetës, kemi parasysh që çfarë përfaqëson Hezbollahu, do të është proksi i Iranit apo krau i zgjatur i tij për të projektuar fuqinë e Iranit në lindjen e mesme dhe ajo që mund të bëjë koha e ka treguar që aktivizimi i tij në këtë luftë e ka përshkallëzuar, e ka kaluar në nivel tjetër këtë luftë, përshkallëzimin e tij edhe në zonën si goditjet që her pas here ka bërë ndaj Izraelit, e cila në farë mënyrë është përqendron me mendjen dhe i jep luftës një dinamik të tjetër. Kemi parasysh që tashmë lufta nuk është thjesht vetëm Shqipëri-Iran, por është edhe midis Izraelit dhe proksit të tij. Hezbollah kemi parasysh fuqinë që ka Hezbollah atje si forcë politike po dhe ushtarake në Liban dhe përshkallëzimi i kësaj lufte tregon në një farë mënyrë që është bërë pjesë edhe gjithë diskutime e negociata në konfliktin me fjalë së bashkë Izrael dhe Iran është një pikë e cila nuk mund të negociohet. Ajo që mund të bëjë Hezbollahu e ka treguar tashmë, goditjet her pas hershme që ka bërë ndaj Izraelit, përfshirjen e tij direkte në këtë konflikt më të karikuar atij, por që në dallim me aktorin shtetëror si Irani, këtu kanë një pavarësi, po dhe një autonomi më të madhe ushtarake dhe një mungesë përgjegjësie në kuptimin e asaj që
Në rast se shteti i Iranit mund marrë një përgjegjësi për goditjet, të rasti zbullohet ngelet anonim dhe a kupton përshëndrohet vëmendja. Por nuk është thjesht vetëm pavarësisht nivelit të tyre, në kuptimin e neutralitetit apo goditjet që ka qoftë milicia shite në Irak, në Siri, po edhe burrit janë në gjendje të bëjnë goditje dhe në një mënyrë të përqendrojnë dhe ta përshkallëzojnë konfliktin dhe ta kalojnë atë në një nivel tjetër më të gjerë. Efektet e këtyre aktivizimeve janë të mëdha, të cilët në një mënyrë bëjnë që konfliktin në çdo moment të jetë në atë nivel të përshkallëzimit dhe saqë edhe i frikshëm, kuptimin e asaj që mund të ndodhë nga këto grupe për shkak të faktit që ato nuk janë në kontrollin e drejt për drejt apo vertikal të askujt. Kanë një autonomi veprime, sikundër edhe shkalla e veprimit të tyre është e gjerë, në kuptimin nuk është e centralizuar.